Propozimi zyrës së rregullatorit për energji elektrike në Kosovë për shtrejtimin e çmimit të rrymës për 15% nga muaji prill ka ngjallur reagime të shumta. Me sloganin "Asnjë cent më shumë" në rrjetet sociale ka nisur një fushat për të kundërshtuar propozimin e ZRE-s për ngritje të çmimit të rrymës. Shqetësim ngriti edhe dhoma e tregtisë dhe industrisë. Ky vendim konsiderohet se është bërë pa konsulta të duhura me bizneset dhe pa një analizë të duhur për pasojat që mund të sjellë kjo rritje tek prodhuesit vendës. Një ngritje e tillë e çmimit e bën sektorin privat në Kosovë më të pafavorshëm ndaj konkurrencës që vjen nga jashtë dhe kjo mund të përcillet me pasoja të tjera, siç janë ulja e prodhimit dhe e numrit të punëtorëve. Kritika për këtë propozim të ZRE-s patën edhe përfaqësues të partive politike. Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës këtë çështje e sheh si barë ndaj qytetarëve. Fatura e prillit 2025 për të njëjtën sasi të energjisë do të jetë 15% më e lartë se ajo e prillit të vitit 2024 dhe kjo rritje nuk është e vetmja, sepse me vendim të ZRE-s, KESCO ka nisur procedurat për të detyruar të gjitha ndërmarrjet që kanë mbi 50 punëtor ose qarkullim mbi 10 milion euro në vit të dalin në treg të hapur. Pas gjithë kësaj, vendimi për ngritjen e tarifave edhe për 15% është krejt absurd, sepse pasi bizneset e mëdha largohen nga KESCO, kërkesa për energji ulet, që logjikisht duhet të sjellë ulje të tarifave, por ZRE-ja e abstrahan këtë fakt dhe vendos rritje tjetër të tarifave për 15%. E njohur si çështjeve ekonomike Jakub Bellaqa thotë se ngritja e çmimeve të rrymës ndikon në rritjen e çmimeve të produkteve të tjera bazë. Në këtë rast ndikon negativikisht edhe në rritjen e produkteve elementare bazike, të cilat ndikon që të rriten edhe çmimet e produkteve elementare bazike, të cilat për e vërtetësojnë jetën e qytetarëve, sepse sidomos ndikojnë te kategoritë me të hyra të ulta. Ndërsa njohësi çështjeve të energjisë Adhurim Haxhi Musa tregoi mënyrat se si mund të ndalohet trendi i rritjes së çmimeve. Vetmja formë se si Kosova ka mundësi me ndalu këtë trend të rritjes çmimeve të energjisë elektrike për konsumatorët është ndërtimi i impianteve të reja gjeneruese, por edhe zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të transmisionit dhe të distribucionit. Për më tepër, duhet të kemi korniza më të mira rregulative të cilat i japin nxitje të mjaftueshme ekonomive shtëpiake. Edhe Oda Ekonomike e Kosovës ka kundërshtuar këtë vendim, e të hënën kryetari i saj ka paralajmëruar konferencë lidhur me shtrejtimin e rrymës dhe kalimin e bizneseve të mëdha në tregun e lirë të energjisë elektrike. Vitin e shkuar, ZRE-ja pati ulur për 3% çmimin e tarifave të energjisë për konsumator komercial dhe ata industrial. E në vitin 2023, tarifat u rritën për 15% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve dhe ato janë ende në fuqi.